Nuk ka një parashikim të qartë si në rregullore, ashtu edhe në ligjin e funksionimit të gjykatës kushtetuese që nga momenti që trupa gjyqësore të riqet në dhomë këshillimi, nuk ka një përcaktim të qartë, pasi dhoma e këshillimit është një procedurë të cilën antarët e gjykatës kushtetuese e vendosin vetë kur do të mbidhen dhe vendosin po aq vetë kur do ta bëjnë vendimarrjen. Megjithatë, ai që mbetet si përcaktim më i qartë i një vendimarrje të gjykatës kushtetuese është momenti 3 mujor. Pra nga momenti që kërkesa e kryeministrit Edi Rama është marrë në shqyrtim, pra është pranuar dhe deri në marrjen e një vendimi duhet të plotësojë një periudhë 3 mujore. Pra brenda 3 muajve gjykata kushtetuese do duhet të ketë një vendimarrje. Megjithatë, në këtë rast Esmeralda, gjykata kushtetuese sigurisht do duhet të kishte kryer një procedurë më të përshpejtuar, pasi kjo është një kërkesë me një interes të lartë, edhe sepse nga kjo kërkesë ka dhe një vendimarrje tjetër në të cilën kryeministri Edi Rama ka vendosur shpresat që në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese do të ketë edhe vendimarrjen për këshillin e mandateve dhe të imuniteteve, kështu që në këtë rast gjykatës kushtetuese do të duhet të përshpejtonte me procedurat e saj. Arsyeja e kësaj vonese në fakt ende nuk dihet. Shumë zëra apo shumë juristë thonë që është një çështje specifike, pra është një çështje e cila përmban specifika në interpretimin e kushtetutës dhe të kodit të procedurës penale, por shumë të tjerë thonë që në fakt është një vendimarrje e cila nuk është një vështirësi interpretimi si të kushtetutës ashtu dhe të kodit të procedurës penale, pasi tashmë dihet Esmeralda që vendimarrja kryesore është për çështjen e pezullimit. Pra, nëse kërkesa e Spakut me pranim të GKOK-s për pezullimin e Belinda Ballukut nga detyrat qeveritare, ishte kushtetuese apo nuk ishte kushtetuese. Kjo është përgjigja që duhet të jap edhe sot gjykata kushtetuese. Mirë, një tjetër vendimarrje që pritet nga gjykata kushtetuese është ajo që lidhet me çështjen e referencës së pagës punojësve të sektorit të drejtësisë, një çështje në fakt që ka ardhur fort në opinionin publik për shkak të një përplasje verbale në distancë mes kryeministrit dhe shoqatës së gjyqtarëve dhe asaj të prokurorëve. Trupa e gjyqësore tashme ka zhvilluar seancën plenare publike, janë dëgjuar të gjitha palët në mbledhjen që pati gjykata kushtetuese, një mbledhje që në fakt fillimisht do duhet të ishte në një live stream, por në pamundësi kërkesa dhe pretendimet e të gjithë palëve të përfshira në këtë proces nuk u mundën të dëgjoheshin live. Megjithatë, nga ajo që gjykata kushtetuese le themi ka vënë në dispozicion, pra vetëm pjesën audio të kësaj seance plenare publike, kuptohet Esmeralda që kërkesa e shoqatave të gjyqtarëve në fakt ka të bëjë me një vendimarrje të qeverisë në vitin 2023. Në 2023-shin shumica socialiste çon një ligj në kuvend, një ligj sipas të cilit pagat e gjyqtarëve do të referoheshin me pagën e një drejtori në kryeministri. Pra kjo do të ishte paga referencës. Pra si gjyqtari, ashtu dhe një drejtor në kryeministri do të kishin të njëjtën pagë. Ajo çfarë u bën në këtë vendimarrje që u bën në parlament, u vu një pagë fikse dhe në fakt nuk u la në këtë parashikim ligjor që paga do duhet të ndryshoheshe sa herë do të ndryshojë edhe paga drejtorit në kryeministri. Koha solli që pagat e administratës u rritën dhe njëkohësisht u rrit edhe paga e një drejtori në kryeministri. Çka do thonë që automatikisht edhe paga e gjyqtarëve do të duhet të rritej. Pra shkosa është pagë reference, paga e gjyqtarit do duhet të ishte e njëjtë me pagën e një drejtori në kryeministri. Ky është thelbi i kërkesës së dy shoqatave të gjyqtarëve që është bërë në gjykatën kushtetuese. Më herët, gjykata kushtetuese e ka gjetur të drejtë pretendimin e gjyqtarëve që paga e tyre duhet jetë një pagë referuese sipas një drejtori në kryeministri. Tashmë do të jetë gjykata kushtetuese që duhet të përcaktojë nëse në kërkesën e tyre gjyqtarët kanë të drejtë apo ka të drejtë qeveria e cila pretendon për rritje page, që në fakt nuk është një rritje page, por është thjesht një indeksim ose një rimbursim i pagës së mos rritur pasi pagat u rritën në administrat dhe nuk u rritën gjyqtarëve. Megjithatë, fjala e fundit si gjithnjë i takon gjykatës kushtetuese, një vendimarrje e cila është e formës së prerë. Mirë, sot që flasim, kush e ka pagën më të lartë, një gjyqtar apo një drejtor në kryeministri?
Sot që flasim, një pagën më të lartë e ka një drejtor i kryeministrisë. Dhe kjo është arsyeja pse gjyqtarët kërkojnë që paga e tyre të jetë e barazvlefshme me pagën e një drejtori të kryeministrisë, sepse këtë ja njeh ligji. Pra ligji këtë i parashikon edhe gjyqtarëve. E kuptova. Faleminderit Enkeleda. Në pritje të tymit të bardhë nga gjykata kushtetuese.